thelbësor në marrëveshjen e paqes në zemrën e Afrikës dhe Katari ka luajtur një rol thelbësor në armëpushtimin e luftës 12 ditore midis Izraelit dhe Iranit. Dhe këtu dua të theksoj edhe këtë që këtu nuk shohim pra më në diplomacinë ndërkombëtare ato qendrat, po themi shtetet që kanë qenë standarde të ndërmjetësimit ndërkombëtar si Zvicra, Austria, shtetet neutrale, po themi, apo edhe Evropa e Bashkuar, apo Kajas, apo von der Leyen, apo këto, domethënë politikanët e BE-s. Këtu kemi një qasje të ndryshme dinamike në marrëdhënie ndërkombëtare ku shtete të vogla si Katari, që ka sipërfaqen gjysmë e Shqipërisë, po me popullsinë dyfishi i Shqipërisë, po marrin një rol të jashtëzakonshëm në kontekstin ndërkombëtar, në bashkëpunimin të drejtë për drejtë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke luajtur një rol të jashtëzakonshëm. Pra, kam mendimin që do të vi kohë shumë shpejt edhe zgjidhjes së tragjedisë së përditshme të popullit palestinez në Gaza, ato shifrat që dëgjojmë janë trombitëse çdo ditë, domethënë buletine lufte dhe ndaj dhe pyetja juaj, domethënë unë i përgjigj me kam shpresë shumë shpejt edhe vëmendja do të përqendrohet atje dhe do të arrihet një paqe e qëndrueshme që do të realizojë ato synimet e sigurisë të Izraelit dhe njëkohësisht aspiratat e ligjshme të popullit palestinez për një shtet të pavarur. Le të shpresojmë. Edhe një pyetje e fundit lidhur me vendimin e sotëm që është marrë në Hag në samitin e NATO-s, rritje e shpenzimeve me 5%. Është Rusia një kërcënim për Europën, zoti Alibali, dhe është ky qëllimi i rritjes së shpenzimeve? Tashti, pyetja ju është kjo që është kërcënim Rusia për Evropën. Nga ana gjeografike, po themi, Rusia që nga Urali deri në kufit e saj perëndimor është pjesë e Evropës. Pra, nuk mund të mohohet që Rusia pra është pjesë e Evropës, ka qenë pjesë e Evropës dhe ka luajtur rol të vazhdueshëm në marrëdhënie ndërkombëtare që me OSBE-n dhe përpara OSBE-n historikisht. Pra, me sa shoh unë, qasja e presidentit Trump është një riangazhim konstruktiv me të gjithë shtetet e botës. Ai para rreth 3-4 muaj shohi idenë e një samiti të paqes midis tij, presidentit të Kinës dhe presidentit të Rusisë për përgjysmimin e arsenaleve të armëve bërthamore nga 3 shtetet që kanë arsenal më të fuqishëm, lidhur me rritjen e kësaj e shpenzimeve deri në 5% të buxheteve të GDP-s të shtetet anëtare të NATO-s. Kjo sigurisht është një kërkesë shumë e ligjshme e qeverisë amerikane, presidentit Trump, me thënë të drejtën Bruna, duke patur parasysh gjendjen ekonomike të vështirë të shumë vendeve të Evropës perëndimore, antarë të Bashkimit Evropian, nuk e di se sa do të realizohet kjo në praktik. Spanja, sikur se e dini, kërkoi që të mos përfshihet në këtë kërkesë, domethënë në këtë kriter, domethënë duke filluar nga Anglia, nga Gjermania, nga Franca, nga Italia, do të jetë një barë shumë e rëndë për buxhetet e këtyre ekonomive të cilat janë një gjendje, po themi, krize dhe do të kërkoj një ridimensionim të një rishpërndarje të burimeve të tyre nga ato, domethënë, kriter nga shpenzimet sociale për shumë gjëra të tjera që i bëjnë sot. Pra, mendoj që nuk do të kaloj kaq kollaj në këto vende, domethënë miratimi është dhënë në parim, por kur të vi punat e realizimi i saj, besoj që do të ketë vështirësi praktike. Prandaj dhe kërkesa e Amerikës për mendimin tim është shumë e drejtë,
sepse këtu bëhet fjalë për atë që Amerika ka mbajtur të peshën kryesore në barrën e shpenzimeve të NATO-s, dhe ideja është kështu që ne nuk duhet të mbajmë më këtë peshë, duhet dhe ju të merrni pjesën tuaj, dhe prandaj ne kërkojmë që ju të kontribuoni 5%. Për vende si Turqia, për shembull, kjo nuk përbën një problem, se duket se Turqia arrin atë gjë. Edhe Greqia besoj që mund ta realizojë këtë gjë sepse është afër, me gjithë gjendjes saj të vështirë ekonomike, por përgjithsisht besoj që do të has vështirësi konkrete në realizimin në praktikë. Kjo kërkesë e ligjshme, shumë e ligjshme, madje e qeverisë amerikane, që ka një mbështetje masive në opinionin publik të brendshëm në Amerikë. Zoti Ali Bali, ju falenderoj shumë për bisedën dhe kohën tuaj. Ju lutem, faleminderit.